Presidenti i Letonisë Edgard Rinkevich, gjatë vizitës së tij zyrtare në Kosovë, ka zhvilluar një konferencë për mediat në Prishtinë, ku ka treguar se presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka propozuar arritjen e një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes dy vendeve. Një marrëveshje e tillë do të ishte e ngjashme me ato që Kosova tashmë ka nënshkruar me Shqipërinë dhe Kroacinë. Rinkevich ka bërë të ditur se në këtë vizitë në Kosovë është i shoqëruar edhe nga një përfaqësues i fushës së mbrojtjes nga qeveria letoneze, i cili do të diskutojë për këtë çështje me autoritetet përkatëse pas kthimit në Letoni. Ai ka theksuar se propozimi i presidentes Osmani do të shqyrtohet seriozisht në Rigë dhe do të diskutohet me Ministrinë e Mbrojtjes së Letonisë për të parë mundësinë e një bashkëpunimi konkret. Presidentja Madajden për këtë marrëveshje do ta ndajë me kolegët në shtëpi dhe do të shohim se çfarë lloj marrëveshjesh mund të bëjmë në fushën e mbrojtjes. Sigurisht, do të punojmë me Ministrinë e Mbrojtjes. Fatmirësisht, kemi edhe njeriun e mbrojtjes këtu dhe ai do të diskutojë këtë me ministrinë kur të kthehemi në Riga, ka deklaruar ai. Propozimi i presidentes Osmani për këtë marrëveshje vjen në një kohë kur Kosova po synon të forcojë bashkëpunimin me vendet partnere në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, veçanërisht në kuadër të angazhimit për stabilitetin rajonal dhe integrimin në strukturat euroatlantike. Marrëveshje të ngjashme si ajo me Shqipërinë dhe Kroacinë kanë për qëllim rritjen e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), shkëmbimin e përvojave dhe trajnimeve mes forcave të armatosura të vendeve partnere, si dhe koordinimin për çështje të mbrojtjes dhe sigurisë. Në këtë kontekst, një bashkëpunim i ngjashëm me Letoninë do të forconte pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe do ta ndihmonte zhvillimin e mëtejshëm të FSK-s. Letonia është një anëtare e NATO-s dhe ka një rol aktiv në çështjet e sigurisë europiane. Në marrëveshjen e mundshme me këtë vend, do të përbëndë një hap të rëndësishëm për Kosovën në drejtim të thellimit të marrëdhënieve me shtetet anëtare të NATO-s, si dhe do të kontribuonte në rritjen e mbështetjes ndërkombëtare për ushtrinë kosovare. Ky zhvillim është një tjetër tregues i përpjekjeve të Kosovës për të ndërtuar partneritete strategjike me vendet e Europës dhe për të forcuar pozicionin e saj në skenën ndërkombëtare. Mbetet për të parë se si do të zhvillojnë negociatat mes Prishtinës dhe Rigës dhe cilat do të jenë hapat e ardhshme në këtë drejtim.